Kuriemi të ekonomia, Ministri Ekonomisë ende nuk ka sjellë propozim që të mos rritet pagat e zyrtarëve, të cilat për shkak të rritjes së pagës mesatare pritet të rriten nga 200 deri në 300 euro. Ai thotë se do t'i pres të dhënat nga enti statistikave dhe më pas do të veprojë njësoj si vitin e kaluar, kur u pengua rritja e pagave të funksionarëve përmes uljes së koeficienteve. Durmishi e përsëriti qëndrimin për pagën minimale se qeveria do ta lëjë që këtë të merren vesh punëdhënësit dhe sindikatat. I pyetur nëse qeveria do të pranojë subvencionimin e kontributeve që paga minimale të rritet në 600 euro, siç kërkon sindikata, ai tha se së shpejti do të ketë këshill socioekonomik dhe aty do të merret vendimi. Минималната плата, ако ве интересира ова, ќе биде во месец март нивелирана или зголемувана околу 7 или 8%. Ако ги споиме минатата година, ова година и другите две години што ни доаѓаат 2027 до 2028 година, ќе имаме зголемување за околу 40% на минималната плата. Околу 40% ако го земеме предвид дека секоја година по 7% или 8% се зголемува минималната плата.